Bismillahirrahmanirrahim. Po të lexoj me vëmendje në transmetimet e shumta që tregojnë për adhurimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe sjelljen e tij të përditshme, do të gjejmë se ka një veprim, ndryshe prej shumë veprimeve të tjera të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, të cilin ai zotni e bën në mënyrë të vazhdueshme. Edhe pyetja është se çfarë është kjo vepër me kaq rëndësi edhe me kaq peshë që pejgamberi alayhi salatu wasalam e bën kaq shumë, dhe pse e bën kaq shumë, dhe njëkohësisht çfarë duhet të reflektoj gjithë secili prej nesh teksa lexon këto transmetime dhe sa të shumta janë për këtë vepër të veçantë të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. E jani të kthehemi me vëmendjen edhe leximet tona në surën El-Fath, ku Allahu subhanahu wa taala i jep një premtim të madh dhe një myshje të jashtëzakonshme pejgamberit alayhi salatu wasalam, teksa ja gëzon zemrën e tij dhe zemrën e krejt besimtarëve, duke thënë se inna fatahna laka fathan mubina, pra ne të kemi dhënë ty një fath, një çlirim, një ngazllim e shumë të madh. Është fjala për çlirimin e Mekës edhe ngazllimin e madh të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe sahabëve të tij në atë ditë të dëshmuar, në atë ngjarje historike ndër shënuarat të jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj ajeti kuranor vazhdon liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pra, për të fal Allahu gjunahet tuaja, gjitha ato që ke bë dhe ato që do të vinë, dhe ta plotësoj mirësinë e tij karshiteje. Do t'i ndalesh pak edhe thu gjunahet e pejgamberit, gabimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pse a bën gjunahe pejgamberi alayhi salatu wasalam? Dhe Allahu azza wa jall kur thotë që Allahu do t'i falë ty të gjitha gjunahet, do të thotë se Allahu azza wa jall është duke i dëshmuar pejgamberit alayhi salatu wasalam se e ka pastruar dhe dlirësu imazhin dhe personalitetin e tij për t'u bërë shembull i më i përkryer deri në ditën e gjykimit. Pra një person më i ploti i racës njerëzore, të cilin Zoti i gjithësisë e ka pastruar dhe nga ideja e gjunahut. Pra, mos mendoj dikush se pejgamberi alayhi salatu wasalam bën gjunahe. Mos mendoj dikush se pejgamberi alayhi salatu wasalam gabon. Pse? Se Allahu azza wa jall që në krye të herës i ka bën një premtim të madh dhe një myshje të jashtëzakonshme që thotë ty Allahu t'i ka falë të gjitha gjunahet, të shkuara ato që do të vinë. Pra, nëse ti ke bën një gabim apo dikush mendon se ti ke bën një gabim, do të je i pastër nga gabimet, Allahu t'ka falë. Dhe Allahu azza wa jall është i plotfuqishëm për të falë gjunahet tuaja. Edhe nëse ti mund të bash një gabim në të ardhmen, dhe dikush mund të mendojë se ti gabon, Allahu azza wa jall ty të ka dëlirësu përpara krejt gjithësisë. Ti je i pagabueshëm. Ti je i plot, je njeriu dhe krijesa më e plot e racës njerëzore. Zotëria i bijve të Ademit. Dalni pak sa këtu. E gjejmë pejgamberin alayhi salatu wasalam duke u ngrit natën për t'u falë. E gjejmë pejgamberin alayhi salatu wasalam duke u lut deri në atë grad dhe duke u fal deri në atë grad, saqë nëna e jon Hazreti Aisha thot një natë e pash pejgamberin alayhi salatu wasalam në sejdë dhe mendova se ka vdek. Mendova se i ka dalë shpirti. Pra nuk lëvizte. Dhe u sikletosa, u frigova dhe shkova të prek trupin e tij alayhi salatu wasalam. I ka prek kamën. Thotë pejgamberi reagoi. Aty kuptova se pejgamberi është gjallë. Dhe kur e kreu namazin, e kreu lutjen dhe adhurimin asaj nate, dhe mos fol për bukurinë e atij adhurimi dhe asaj lutje, nana e jon e pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, ty ti ka falë Allahu të gjitha gjunahet. Pra ti je njeri i pastër, i dëlirë, ti nuk ke gjunahe, ti nuk ke gabime. Përse i lutesh dhe i falesh Allahut kaq shumë? Tha alayhi salatu wasalam, a nuk duhet që unë të jem falendërues dhe mirënjohës ndaj Zotit tim? Pra shikoni, e para punës, Allahu azza wa jall na tërheq vëmendjen se pejgamberi është i dëlirt nga gjunahet dhe se Zoti azza wa jall ia fal edhe nëse ai bën çdo gjë. Dhe hasha që pejgamberi më gabu dhe më bë gjunahe. Pastaj, nga ana tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e merr këtë si një shenjë arrogance edhe vetkënaqësie. Hasha, ai është i përzgjedhur i Allahut. Është më i pastri dhe më i dëlirti dhe më shembullori. E bën këtë ajet kuranor piknisje të një shtimi të pashoq të adhurimit kashia Allahut azza wa jall,
aq sa i ajeshin kamt. La ilaha illallah. Me fërku ftyrën, e zemrën, e shpirtin me ato kam të ajona, alayhi salatu wasalam. Dhe thot, a nuk duhet të jemi falënderues e mirënjohës? Vim tash tek një çështje që është shumë e rëndësishme. Këtë marrëdhënie me kërkimin falje ndaj Allahut azza wa jall, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka vetëm në shtëpinë e tij. E ka edhe në urdhëresat dhe këshillat e tij për krejt masën, po e ka edhe në shembullin e tij praktik përpara masës. Çfarë thot Hazreti Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu? Thot, i numëronim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një ndjenjë të vetme, pra me ne, 100 herë, Allah, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 50, 100 herë, lutjen, Rabbi ghfirli, Zoti im më fal mua, wa tub aleja, dhe pranoj pendimin tim, innaka anta at-tawwabur rahim. Ti je ai që me mëshirë e pranon pendimin. La ilaha illallah. Zoti im më fal mua, pranoj pendimin tim, sepse ti je ai që me mëshirë e pranon pendimin tim. La ilaha illallah. 100 herë. 100 herë në një neje. Sa ka gjatë ajo neje? 1 gjysmë ore, ma pak, ma shumë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, o ju njerëz, ja ayuhan nas, o ju njerëz, tubu ila Allah, pendohuni para durve të Allahut, sepse unë inni etubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Unë pendohem para durve të Zotit tim, pra kërkoj falje, o Zot, më fal, pranoj pendimin tim 100 herë në ditë. Dhe po të kthehemi te Kurani familjar, do të gjejmë sa vende ku Allahu azza wa jalla na tregon për madhështinë e këtij adhurimi. Subhanallahu, ndoshta nuk të gjesh në Kur'anin familjar një pejgamber prej pejgamberëve të përmendur që nuk i kërkon falje Allahut. Që do thotë se cilësia e të mëdhenjve është thjeshtësia para durve të Allahut, një të gjitha njohja e madhnisë së tij azza wa jall, dhe për ulja përpara Zotit të vetëm dhe të pashoq, dhe të jetuarit me qetësinë që të fal për ulja përpara durve të Allahut dhe kërkimi falje në vazhdimsi. Ai kërkim falje për cilin Allahu azza wa jall na premton në Kur'anin familjar se Allahu nuk do t'i ndëshkojë ata përderisa kërkojnë falje. Allahu nuk do t'i ndëshkojë ata përderisa kërkojnë falje. Hazreti Nuhu alayhi salatu wasalam i thot popullit të tij që kërkoni falje, sepse kërkimi falje, pra istighfari, është shkak për shtimin e rreshjeve të shimut, për begatin, për fëmijët, pra me të shtu Zoti bereqetin në familje, me të falë Zoti fëmijë, me të falë Zoti eulad. Dhe këtë kemi thënë dhe e përsërisim për të gjithë ata çifte të reja që kanë probleme me shtatzanin e të ngjashme, i themi ndër të tjera, përveç porosive të mjekëve, metodave të ndryshme të shërimit, shtoni sa më shumë istighfarin. Pra sa më shumë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pse? Se Allahu azza wa jall ka premtuar për ata që kërkojnë istighfar në vazhdimsi, rizq, begati, fëmijë, bereqet, rujtje nga e keqja. Pra ti në mënyrë të vazhdueshme je me Zotin tënd, po si i përulun. Dhe sa më i përulun që je para durve të Allahut azza wa jall, aq më krenar je në përditshmërinë tënde. I përulesh atij në dorën e cilit është gjithësia, dhe ai të vesh ty me petkat e razillekut të tij, aq sa ti i pa aft, me thënë elhamdulillah, ashtu siç duhet. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam duke e kuptuar këtë, dhe duke e shiju këtë mirësi të madhe, dhe duke u vesh me këtë mbarësi të Allahut azza wa jall, adhuron dhe lutet pafundësisht, dhe thotë nuk duhet të jemi falënderues, mirënjohës. O sa e madhe. Allahu ju dashur.